Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të flas sot rreth temës njiheni dhuruesin e mirësive. Studimi dhe zbatimi i ajeteve të Kuranit Kerim dhe vëmendshmëria në argumentet e tyre ngjall shpirtin e tauhidit të adhurimit të Allahut, shkatëron të gjitha bazat e shirkut dhe zhduk rrënjët e tij. Për më tepër, studimi i ajeteve përforcon çështjen e adhurimit të Allahut të vetëm e të pashoq dhe nxit luftën kundër politeizmit, pra shirkut dhe idhujtarisë. Është për të ardhur keq se një pjesë njerëzish që konsiderojnë Kuranin Kerim si një mori çështje që kanë veçanti të pazbuluara dhe lexojnë atë pa përqendrim e pa vëmendje dhe nuk ndalojnë në kuptimet e tij. Por Kurani Kerim i tëri pa përjashtim është shkollë, udhëzim, zgjim, mesazh dhe largpamësi. S'ka dyshim se stëllimi në ajetet e Kuranit Kerim shfaros hipokrizin dhe përçarjen, duke bërë veshët sa më dëgjues, syt sa më shikues dhe zemrat sa më njohëse. Pikërisht për këtë, kam shkëputur sot nga komentimi i ajeteve të Kuranit Kerim, ajetet e surës Enam, nga ajeti 46 deri tek ajeti 49 për t'i sill për kënaqësinë tuaj. Allahu i madhëruar në Kuranin Kerim thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, më thoni, sikur Allahu t'ju merr të dëgjimin dhe shikimin e t'u avullos të zemrat, cili Zot përveç Allahut do t'ju akthente ato? Shi, t'ju shpjegojnë shpalljet tona, por ata përsi largohen nga e vërteta. Thuaj, më thoni, nëse ju vjen dënimi i Allahut pa pritmas ose sheshazi, a do të zhdukej kush përveç popullit keqbërës? Ne i qojmë të dërguarit vetëm si sjellës të lajmeve të mira dhe qortues. Pra, kushdo që i beson ata dhe bën mirë, nuk do të frikësohet, as nuk do të pikëllohet. Kurse ata që përgënjështrojnë shpalljet tona, do t'i godas në dënimi për shkak të mohimit. Në këto ajete ka një inkurajim argumentues për zgjimin e politeistëve, duke përdorur një sqarim tjetër që mbështetet tek instinkti i largimit të dëmit. Ajetet fillojnë me thënien se nëse Allahu u merr një të mirë të çmuar që u pati dhënë, siç është dëgjimi as shikimi, apo u ka mbyllur portat e zemrës për të dalluar të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e pavërteta, atëherë kush është ai që mund t'ju akthej juve ato mirësi? Dhe ajeti thot: thuaj, më thoni, sikur Allahu t'ju merr të dëgjimin dhe shikimin e t'u avullos të zemrat, cili Zot përveç Allahut do t'ju akthente ato? Vetë politeistët e besonin se krijuesi dhe dhuruesi është Allahu. Ata i adhuronin idhuj që të bënin ndërmjetësim, pra shefat, për tek Allahu. Mirë po, Kurani Kerim i nxit ata që t'i drejtohen Allahut drejt për së drejti, sepse ai është burimi të gjitha të mirave. Kurani i nxit të heqin dorë nga idhujt që nuk kanë asnjë vlerë. Kurani u thret mendjeve të tyre me qëllim që ta kuptojnë të vërtetën e idhujve, të cilët nuk zotërojnë as sy, as vesh, as zemër, as ndjenja. Përderisa janë të tillë, a mundet që këto idhuj t'u dhurojnë të tjerëve këto mirësi? Më pas, ajeti thot: shikoja ata që ne sqarojmë shenjat dhe argumentet me mënyra të ndryshme, e ata përsëri kundërshtojnë dhe u akthejnë shpinën këtyre argumenteve,
E përbashkëta e këtij ajeti me ajetet e mëparshme, është se ajetet e mëparshme tregonin për përgëzimin dhe paralajmërimin, ndërsa ajetet në fjalë flet për qëllimin e dërgimit të profetëve dhe se ata janë përgëzues dhe qortues. Dhe ajeti tjetër është pikërisht ajeti i cili flet kur thotë se Allahu i Madhëruar thotë, "Shisu a shpjegojmë shpalljet tona, por ata përsëri largohen nga e vërteta." Pas përmendjes së mirësive të syrit, të veshjit dhe të zemrës, tek ajeti i parë prej ajeteve në fjalë, dhe pas përmendjes së këtyre mirësive që janë burimi të gjitha të mirave, të kësaj jete dhe të jetës tjetër, ajeti pasardhës tregon për mundësinë e zhdukjes së këtyre mirësive për një herë. Ajeti thotë, "Thuaj, më thoni, nëse ju vjen dënimi i Allahut pa pritmas ose sheshazi, a do të zhdukej kush përveç popullit keqbërës?" Kuptimi i ajetit është se ai që ka mundësi të zbresë ndëshkime të ndryshme dhe të zhduk të gjitha mirësitë është vetëm Allahu dhe se idhujt nuk ndikojnë kurrë në këtë gjë. Prandaj nuk ka arsye as shkak stërhimi tek idhujt. Me urtësinë e tij dhe me mëshirën e tij, Allahu i Madhëruar dënon vetëm të padrejtët. Nga kjo kuptohet se padrejtësia ka kuptim të gjerë dhe përfshin të gjitha llojet e politeizmit, pra të shirkut dhe të gjunaheve. Kurani i Fisnik e konsideron shirkun, pra politeizmin, idhujtarinë, padrejtësi të madhe, siç thot Lukmani i Urt djalit të tij, "O djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë." Padyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Lexojmë në surën Lukman në ajetin 13. Ajeti i tretë për ajeteve në fjalë tregon për postin e të dërguarve dhe si qëllimi të gjithë atyre ka qenë përcjellja e mesazheve, paralajmërimi dhe përgëzimi. Ata u përmenden dhe u kujton njerëzve se të gjitha të mirat që kanë janë prej Allahut dhe se idhujt nuk sillin asnjë të mirë. Ajeti thotë, "Ne i çojmë të dërguarit vetëm si sjellës të lajmeve të mira dhe si qortues." E përbashkëta e këtij ajeti me ajetet e mëparshme, është ajetet e mëparshme tregonin për përgëzimin dhe paralajmërimin, ndërsa ky ajet flet për qëllimin e dërgimit të profetëve dhe se ata janë përgëzues dhe qortues për njerëzit. Më pas ajeti thotë se rruga e shpëtimit është e kufizuar në dy çështje. E para, ata që besojnë, që i ndreqin vetat e tyre dhe që bëjnë punë të mira, nuk janë as të frikësuar e as të dëshpëruar nga dënimi i Allahut. Dhe ti thotë, pra, kushdo që i beson ata dhe bën mirë, nuk do të frikësohet e as nuk do të pikëllohet. Kurse ata që i kundërshtuan argumentet e Allahut dhe përgënjeshtruan ato, atëherë për ata do të ketë dënim nga Allahu për shkak të kokëfortësisë dhe mohimit. Dhe vijon ajeti duke thënë, kurse ata që përgënjeshtrojnë shpalljet tona, do t'i godas dënimi për shkak të mohimit. Ajo që duhet përmendur është se ky ajet e ka treguar dënimin e atyre që përgënjeshtrojnë shenjat dhe argumentet e Allahut, duke thënë, do t'i godas dënimi. Kjo do të thotë se dënimi i ndjek në çdo vend derisa t'i përfshijë dënimi më i rëndë. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte komentimi i këtyre ajeteve. Falenderojmë Allahun Madhëruar që na ka bërë të mundur që të jemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt, derisa Allah na bëj për atyre që dëgjojmë, bindemi dhe shikojmë ashtu siç urdhëron Allahu i Madhëruar në Kur'anin e Kerim. Që thjesht ta kalojmë Kur'anin sa për sy e faqe, duke shpretuar fletët e tij, por të mendojmë mbi ajetet e tij dhe argumentet që sjell Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Kerim për të pasur një jetë të mirë në këtë botë dhe inshallah për të fituar xhenetin Firdaus në botën e përtejme. Duke lënë shoqërinë e programeve të tjera të radio televizionit online drita e Kuranit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.